Hoxh, dikush i ban këtë në rregull, pendohet mas një periudhe 2 muaj, 3 muaj prap i kthehet mëkate. A duhet prap të ripendohet? Prap duhet pendohet, jo ripendohet. Pendimi i ri për mëkatin e ri. Po Imam Neviu rahimahullah thotë një fjalë, sikurse njeriu edhe 1000 herë të bëjë mëkat, e të pendohet edhe 1001 herë, nëse për mëkat apo duhet pendohet. Allahu Akbar. Gjithmonë Allahu na dera e pendimit është e hapur për njeriu derisa të vjen shpirti në fet. Çdo herë që e rrshet e bën gabime, ai duhet pendohet. Dikush ka mundësi më thon si ka mundësi kjo punë. Është e palogjikshme për mua dhe për ty. Mirpo Allahu i madhëshëm është i gjithdijshëm dhe din natyrën e njeriu, e din se njeriu, siç e përmenda më herët në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka shpërimin ju kthi mëkatit të tij. Do dobësia e tij, mangësia e tij. Ma Allahu dhujal nuk lejon që ai të shkatërrohet duke rënë mëkat vazhdimisht, po vazhdimisht e fton pendim. Edhe vazhdimisht kërkon prej tij të pendohet. Edhe i tregon benefitet e pendimit. Edhe i tregon humbjen edhe shkatrimin e mos pendimit. Sa ndaj Allah thotë në Kur'an, "Wa man lam yatub", ai që nuk pendohet, ai është i shkatruari. Që ani domon ti është ndryshme po mëkat. Po është e panatyrshme mos mu pendu për mëkatin tan. Se ti nuk pendohesh për mëkatin tan, ose pse nuk e njeh Allahun, kuptimin, nuk e njeh mëshirën e tij të madhe që e ka, ose të ka kap arroganca, mendjemallësia me mëkatin që e bën, edhe nuk do të më i purul madhnisë së tij. Andaj edhe këtë shembull e përmend Allahu në Kur'an, e khadhatul izzatu bil ithm. Ka njerëz që le që bëjnë mëkat, po plus e ndin vetë krenar për mëkatin që e bëjnë. Realisht domthon çdo meni për Zotin. E këta normalisht nuk pendohen, ama fundi i tyre zakonisht është i keq, edhe në këtë botë. As ndjen kënaqësi, as lumturi në çdo gjë që bën për të këqijave. Edhe fund e hupi jetën pa shiju ditë bardhë dhe ditë mira në këtë jetë. E shkaj për në xhenem, në ahiret plus ajo është më tjetër. Andaj ose ai nuk e din se Allahu e thret në pendim vazhdimisht njeriu, edhe çdo që pendohet sinqerisht Allah ja pranon pendimin dhe ja fal të kalumen, ose domethënë nuk e njeh Allahun kuptimin e nevojës që ka për te dhe tregohet arrogant edhe mendjemall ndaj tij, kryelar ndaj tij, edhe vazhdon në mëkatet e tija derisa të shkatërrohet këtë botë. Përndryshe, do thotë është e natyrshme njeriu që të bën mëkat, të kthehet Allahut dhe të pendohet për mëkatin që ka bë. Sikurse kanë pyet domethënë di kanë pyet ulemat selefit si e çon jetën. Ka thonë e shkyejm me mëkate dhe e harnojm me pendim. E shkyejm me mëkate dhe harnojm me pendim. Andaj shembulli jonë në këtë rast është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, megjithëse ai nuk ka mëkate as moja as vogla, se Allahu e ka mbrojt, mirë po nga frika se ndoshta s'ka qenë falëndrues ndaj Allahut sa duhet, ai vazhdimisht brenda çdo dite, prej 70 deri 100 herë është penduar te Allahu dhe ka kërkuar falje prej tij. Ka thonë astaghfirullah. Ka astaghfirullah wa tubu ilayh. Kërkoj falje te Allahu dhe pendohem tek ai. Çdo ditë, prej 70 deri 100 herë. Jo që ka bën mëkate, po thjesht pse ka ndi veten se nuk e ka falëndruar Allahun sa duhet për të mirat që e ka dhënë. E paramendon atë tjerë pastaj domethënë që këtë me mëkatarë, kemi gabime, kjo është edukim që me ngrit te na signalin e vetdijes se nevoja jonë për pendim është e vazhdueshme. Edhe ani se dukesh ti shumë i ditshëm, shumë i devotshëm, ligjërues, këshillues, këtë na do të më pendu. Andaj thot Allahu wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni të gjithë ju besimtarë, nëse doni të shpëtoni. S'ka shpëtim pa pendim. Këtë na do të më pendu vazhdimisht. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam brenda ditës 70-100 herë pendoheshte e kërkonte falje te Allahu, kush jemi na? Që me mendu se na s'kemi nevojë me u pendu, me kërku falje. Allahu na falte, na mëshiroft. Jo rastisht pastaj edhe dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes e ka brenda vetes atë istighfarin nga 100 herë. Me kërku falje te Allahu. Është një edukim praktik që të jemi vetëdijshëm për mangësitë tona, për dobësitë tona, të jemi të vetëdijshëm për mëshirën e Allahut, të jemi të vetëdijshëm për nevojën që kemi na për pendim, të jemi të vetëdijshëm se Allahu është ai që e pranon pendimin, e pranon faljen tonë. Allahu e ka çel derën, sikurse të kesh të përmend se afati i pendimit për çdo individ është derisa është gjallë, derisa nuk e ka shpirtin fit, le të pendohet. Se nëse pak minuta para se me tek ti pendohesh, Allahu e pranon pendimin.